Zotiroj, së fundmi një eurodeputet çek ka bërë një akuzë mjaft të fortë kundrejt kryeministrit Edi Rama, duke thënë se kreu i qeverisë po dërgon para jashtë përmes familjarëve të tij dhe po i fsheh ato në vende të caktuara. Ju sa e besoni një deklaratë të tillë dhe sa gjasa ka që Edi Rama të ndërmarrë një lëvizje të tillë dhe apo ndërton skenar të tillë që përveç rënies nga qeveria edhe mund të arratiset nga vendi? Shikoni, nuk duhet të sillemi sikur kjo të jetë një çudi e madhe. Sikur kjo nuk ndodh kurrë. Është një deklaratë e fortë ku nuk ka pasur asnjë lloj reagimi zyrtar nga ana e qeverisë. E bën një eurodeputet çek. Dakor, vetëm lërë ta përfundoj ama. Nuk duhet të sillemi sikur është një çudi e madhe. Paria e Tiranës këtë metodën e nxjerrjes së parave jashtë e ka të përditshme. Mos harroni që para ca kohësh u vodh një aeroplan që ishte plot me lekë, me miliona euro. Pra, këto çështja e nxjerrjes së parave nuk është aq e çuditshme sa mund t'ju duket njerëzve tani që e kanë në vëmendje dhe që del një deputet çek dhe thot një të vërtet madhe. Pra, është pjesë normale e mënyrës se si funksionon Paria e Tiranës. Pra, unë këtu e kam çështjen. Paria e Tiranës është në këtë mesele, pra hyn në këto punë vetëm me një qëllim, pasurimin e vet, pushtetin e vet dhe nuk ndalet përpara asgjëje, as përpara skllavërimit të popullit vet, as përpara degenerimit të brezave të ardhshëm, as përpara nxjerrjes së pasurisë kombëtare në ankant shitësit më të parë dhe as marrjes së parave që kanë përfituar me anë të vjedhjes dhe futjes së tyre në për aviona, në për jahte, me transaksione bankare, e të gjitha llojet e mënyrave tjera, me lojtarë të tretë, të katërt, me njerëz që hiqen si biznesmen në kryeqytetet e Evropës, të cilët menaxhojnë paratë e politikanëve, me mënyra jashtëzakonisht shumë të sofistikuara. Këta kur vjen puna tek shteti, ta sillen dhe mendojnë sikur të jenë njerëzit më ignorant të botës. Ama tek paratë e tyre ata janë të sofistikuar deri në shkallën më të hollë, sepse çdo gjë bëhet për paratë e tyre, për fuqinë e tyre, për pushtetin e tyre dhe për sundimin e tyre ndaj shqiptarëve. Pra, aty ku ata janë të interesuar, mos keni asnjë lloj dyshimi që bëhet. Tani dalim ke përgjigja drejt për drejt e një akuzë të ngritur nga një politikan çek. Nuk habitem, ka edhe fakte të tjera që e vërtetojnë që kryeministri ka nxjerr para, ka edhe fakte të tjera që vërtetojnë që pjesëtarë të tjerë të Parisë Tiranës, edhe kryetari i opozitës ka nxjerr para, edhe një ish kryetar tjetër i parlamentit dhe ish president ka nxjerr para, që është në burg sot, edhe ish kryetari i Bashkisë Tiranës, edhe ai ka nxjerr para, i ka nxjerr në forma të ndryshme, me shitblerje etj. Pra nuk është për t'u habitur dhe akuza është një akuzë që qëndron dhe askush nuk i përgjigj. Për sa kohë që nuk i përgjigjet kush, njerëzit duhet nxjerrin përfundimin e vetëm të mundshëm që është që nuk ka përgjigje kundrejt saj. Kush nuk përgjigjet tregon që heshtja është vërtetim, është një shprehje e vjetër. Pra, ka një heshtje nga Paria e Tiranës, nuk merret njeri me këtë, duan ta lënë që të vdes si lajm në traditën e famshëm, traditë që i ka kaluar dhe përtek këtyre guximit të disa gazetarëve si puna juaj, të cilët e mbajnë në vëmendje, kjo nuk ka për të përbërë më lajm. Është e qartë që megjithatë, kjo duhet përbëj lajm, kjo duhet të jetë një nga ato shenjat që shqiptarët duhet të shohin se si dora e zezë e Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit me ndërmjet Sparinë e Tiranës po shkon thellë në xhepat e tyre, po do të mbrij tek pronat që ata mendojnë që kanë, do të mbrij tek siguria jetike që ata mendojnë që kanë, siguria e jetës, do të mbrij ke bizneset e tyre, do të mbrij ke fëmijët e tyre që ndoshta e kanë nga një vend pune aty e këtej. Pra, dora e zezë po shkon thellë
në atë që kanë vënë shqiptarët deri më sot dhe kjo është pasojë e skllavërimit, domethënë, kjo është pasojë e trajtimit të popullit si sklever, ndërkohë që vazhdon të shfrytëzosh e ti trajtosh si sklever, bën edhe zhurmë mediatike dhe thuaj që ja ku është liria, ne kemi zhurmë, ne kemi debat, ne kemi gjithçka, ndërkohë që asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Zoti Roy, në këtë rast, si mendoni, çfarë po përgatitet Edi Rama? Ka një skenar për t'u arratisur nga vendi me që protestat janë konsistente dhe qytetarët po qëndrojnë në bulevard dhe nga ana tjetër ndërkombëtarët po ashtu kanë atë qasjen e tyre kundrejt Edi Ramës, të cilit i ka rënë imazhin në botë, duhet thonë. Dhe nga ana tjetër mund të ketë një lëvizje të spagut që mund ta detyrojë në këtë drejtim Edi Ramën për të ikur jashtë vendit. Edi Rama mendon vetëm për një person në jetën e vet, i cili është vetvetja. Pra, duke qenë që nuk mendon për asgjë tjetër, nuk ka dëmshuri për asgjë tjetër përveç se vetvetes, të jeni sigurt që Edi Rama është një nga politikanët më finok, më të zgjuar dhe më të aftë për të bërë poshtërsira në politikën shqiptare gjatë tyre 35-6 viteve, pra i duhet njohur kjo lloj aftësie e thellë dhe të jeni të bindur që është duke i eksploruar të gjitha rrugët e mundshme. Mirë po ka një problem të madh në këtë ikjen Edi Rama që deri tani unë besoj që ai e kupton këtë punë, ai nuk e ka problemin thjesht në politikën. Edi Rama është peng i gjithë atyre gjërave që ka marrë përsipër dhe që ka bërë gjatë gjithë këtij 25 vjeçari, se ka qenë edhe 10 vjet kryetar bashkie, njerëzit bëjnë sikur harrojnë. Pra 25 vjet në pushtet, të gjithë veprimet e tij, ai është peng i sindikatës ndërkombëtare të krimit, është peng i oligarkisë, është peng i grupeve kriminale. Mos harroni që Shqipëria që zgjidhjet për ne, në qoftë se nuk mbahet gjallë protesta, në qoftë se nuk bëhet një ndryshim sistemi rrënjësor, atëherë zgjidhjet për ne janë shumë të zvogluara tani më. Nuk ka më zgjidhje që hajde të merremi me diskutime cila është zgjidhja më e mirë, po jo ti e ke çik më mirë, unë e kam çik më keq. Zgjidhja tjetër është lufta civile, në një shoqëri të grimcuar ku urrejtja po mbërrin kulme shumë të mëdha, dhe në një situatë të tillë askush nuk ka më garanci. Mund të jepet një garanci sot, po mbas 2 ditësh garancitë në Shqipëri nuk kanë asnjë lloj vlere, sepse kur je peng dhe kur janë në lojë miliona dollar të mëdhej, sidomos me grupet e krimit që ekzistojnë në Shqipëri sot, që bashkëqeverisin sot me gjitha llojet e qeverive, e kanë më kollaj ata se të dëmtojnë fizikisht se sa shteti të mbrojë. Le ta themi në këtë lloj mënyre. Pra, askush nuk ka siguri sot në shtetin shqiptar, sidomos këta që kanë bërë pislëqe me vlera të jashtëzakonshme si çështja e Arubës e të tjera. Pra, nuk të mbron kush nga pengu ku e ke vendosur veten me veprimet e tua. Ky është njëri nga problemet e tij, por sigurisht që ai është duke eksploruar të gjitha llojet e formave. Gjëja më e madhe që kërkon ai është që të rrinë pushtet. Edi Rama mendon që është njeriu i vetëm që mund të rrinë pushtet, është njeriu i vetëm të cilit i përket pushteti, duke qenë narcisist i shkallës sipërore, dhe si narcisist ai mendon që në fundit do t'ia dalë sepse kaq meritojnë këta, sepse kaq din njerëzit, mirë po unë mendoj që shqiptarëve tani ju ka ardhur majt hundës dhe legitimiteti i tij ka rënë, pra ai nuk mund vazhdoj më të jetë pushtet. Edhe këtë e ka kuptuar. Thjesht tani janë duke u bërë negociatat për atë që do të vijë pas tij. Kur do të vijë kjo pas tij, kjo pastaj varet nga shqiptarët, sepse legitimiteti politik ka rënë, tani duhet që shqiptarët vazhdojnë protestat, ti përshkallëzojnë ato, ngadal ti bjerrin edhe legitimitetin të gjithë hallkave të shtetit dhe gjithë hallkave të kësaj sipërmarrje të madhe kriminale juar këta, të padron të cilës nuk janë as vetë, është sindikata ndërkombëtare e krimit, janë thjesht ndërmjetësit e pasur të kësaj gjëje, dhe si ndërmjetës të pasur këta gjenden mirë tani, por e din që nuk ju beson më njeri. Nëse shqiptarët arrin t'ja bjerrin këtë lloj legitimiteti të gjithë hallkave një nga një sistematikisht, atëherë kemi shanse për një fillim të ri. Nëse kjo nuk ndodh dhe nëse fiton edhe një herë tjetër këtë herë paria e Tiranës, atëherë jeni të sigurt
që ajo që do të ndodhi është një luftë sektare, civile, midis grupimeve të cilat e urrejnë njëri tjetrin me bazë fetare më së shumti, por edhe me bazë ndarje veri-jug, edhe me bazë ndarje klasore, e me bazë ndarje familjare, etnike, e të gjitha llojeve të ndryshme. Janë 7 ose 8 kategori të grimcimit të tmerrshëm që ka promovuar dhe ka vënë në zbatim Paria e Tiranës, të cilat do të dalin në sipërfaqe vetëm nëse nuk ka zgjedhje të tjera për të ndarë tortën. Dhe unë mendoj që zgjedhje të tjera në këtë pikë nuk kam më. Ndaj dhe mendoj që këto dy janë rrugët. Ose do të fitoj protesta e ligjshme e shqiptarëve dhe do të ndryshoj sistemi, ose po shkojmë drejt një lufte civile. Zoti Roy, ju disa ditë më parë ishit në Shqipëri dhe morët pjesë në protest ku mbajtët dhe një fjalim në bulevard. Në këtë rast, ju si e keni parë protestën, çfarë do duhet ndryshojë, cila duhet të jetë strategjia e saj, dhe a mendoni se një pikë takimi mes protestës, faktorin ndërkombëtar, por edhe spakut mund të çojë tek çmontimi i Parisë së Tiranës? Po, shikoni, siç e thatë dhe ju në fillim, unë jam pedagog i shkencave politike dhe me këtë punë jam marrë prej shumë vitesh, dhe ndryshe nga shumë të tjerë, në studimet e mia jam marrë edhe me shtetin shqiptar dhe me shqiptarët, ashtu si dhe disa kolegë të tjerë. Pra, kjo është një pjesë e asaj që unë kam hulumtuar dhe studiuar për shumë kohësh, gjë që mund ta shihni edhe tek libri Paria rrethit ferrit. Kështu që për mua kjo është pjesë e të qenit një profesionist i mirë, por mbi të gjitha edhe të qenit një shqiptar i mirë. Pra, detyra ime, siç e shohun veten, si njeri që ka informacion dhe që di ta sintetizoj këtë informacion, është që të informoj shqiptarët prej nga këtu ku ndodhem, ose prej kudo tjetër që unë ndodhem, se unë vinë në Shqipëri vazhdimisht, që të informoj shqiptarët mbi atë çfarë po ndodh, mbi të vërtetën që shkon përtej asaj që thon mediat, dhe për t'i kërkuar njerëzve që të bëjnë gjën e duhur jo për mua, por për veten e tyre. Pra ky është thelbi dhe ky është pyetja.